Julian Hoxha është me mua në studio, autori e emisionit investigativ Plug, për të dhënë pak më shumë detaje mbi atë çfarë sapo ndoqëm dhe tek inserti i përmbledhjes. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Mirë, Marmela, faleminderit. Tani, pa dashur të bëj të përsërisësh një pjesë të madhe të atyre çfarë është thënë çfarë është transmetuar përgjatë emisionit, për të dhënë pak më shumë detaje, do të thoja unë në fakt. Ai është dhe qëllimi i kësaj interviste. Pyetja shumë e drejtë për drejtë lidhur me detajet e rëndësishme dhe detajet e reja, se po duket që muaj pas muaj, javë pas javë, çështja e Rena Gjoka, po edhe të atyre që përfshihen kjo çështje thellohet, apo jo? Tani, para se me nis me detaje, sigurisht që unë kam një koment timin dhe mendoj që Rena Gjoka është simbolika më mirë e kësaj reforme në drejtësi. E kostove të mëdha që po u shkaktojnë qytetarëve shqiptarë për shkak të një, nuk po them kapriçore, por të një plani të mirë menduar të Edi Ramës 10 vite më parë, që kërkoi të bënte një reformë në drejtësi ku nuk kërkoi të pastronte sistemin dhe ngrinej sistem, por duke i ditur këto element, duke u ditur si vinë dosjet, problemet, i mori, i shantazhoi, i la në sistem dhe i përdori siç ai donte. Dhe kjo ka ndodhur jo vetëm me Rena Gjokën, por ajo është shëmbulltyra e gjithë këtij procesi, por ka ndodhur edhe me shumë prokurorë, gjyqtarë të tjerë, dhe për të kuptuar, dhe ndoshta ky është argumenti më i mirë pse reforma në drejtësi nuk ishte një reformë, mjafton t'ju përmendim këtu që kjo reformë sot ka pasur edhe një pas reformë, siç ishte ajo e shkrirjes së gjykatave në 12 qarqe të vendit, duke lënë sot Shqipërinë harta regjistore, duke lënë vendin sot pa gjykata apo prokurori në rrethe dhe duke larguar qytetarin nga këto lloj shërbimesh. Për të rikthyer te Rena Gjoka, ajo që ndoqën në brenda emision, dhe sigurisht që ne e transmetuam edhe një pjesë në kronikën televizive, sigurisht që ka të bëjë me disa element që në kushte normale, pra do duhet të shërbenin, ose do duhet të ishin të mjaftueshëm që Rena Gjoka të mos ishte pjesë e sistemit të drejtësisë pas vitit 2020. Çfarë dua të them me këtë? Do të them me këtë që një nga kriteret, një nga kriteret për po themi të vettingut, për të kaluar vettingut, ka qenë pikërisht ajo e kriterit pasurisë. Pra, konfirmimi që një gjyqtar apo prokuror, një magjistrat, i kishte, po themi, të ardhurat të deklaruara, të ligjshme, burime të gjithë pasurive. Është një nga 3 shtyllat e vettingut. Rena Gjoka, mes shumë pasurive, për të justifikuar një pjesë të madhe të ardhurash, që shkojnë disa miliona lek, ka përdorur një kontratë qeraje të vitit 1996, supozohet e vitit 1996, e cila është bërë midis bashkëshortit të saj të ardhshëm në atë kohë, shtetasit Stefana Gjoka, dhe 2 vëllezërve të saj, që gjithashtu në atë kohë rezultojnë sipas dosjes vettingut kanë qenë në Greqi, por që supozohet se këta në vitin 1996 kanë marrë me qera një ambient të shtetasit Stefana Gjoka, pra kunatit të tyre të ardhshëm pas disa vitesh, të cilin do ta shfrytëzonin si lokal në përballë gjykatës së Fierit, dhe ajo që është e rëndësishme në këtë pjesë, një nga elementet, është pikërisht vlera e kontratës së qeras. Pra në qytetin e Fierit, në vitin 1995-96, supozohet se pas ka pasur lokal apo ambient që jepej me 80.000 lek të reja qera mujore. Ambientet të tilla mund t'i gjesh sot vetëm në Tiranë. Dhe jo në një qytet si Fieri, që në vitin 1996... Po themi sot mund t'i gjesh dhe në Fier, sot. Sot, është shumë e vështirë. Por jo atëherë. Jo atëherë. Pra ky është një element sigurisht që mund të kontestohet, mund të thuhet që jo, s'është e vërtet, ka qenë kështu etj, por që elementi tjetër i këtij dokumenti... Ky është një element që ti thua, një nga elementet që hes dritë mbi manipulimet që janë bërë, po një moment e ky elementi. Tani te kontrata përfshihen, sepse ka përgjegjësi aty, se nuk është vetëm vëllezërit e Rena Gjokës me bashortin e Rena Gjokës, pra është e rëndë mënyra se si dilet të ky. Shkozo, do t'i shpjegoj të gjithë elementet. Sepse duhet ta kuptojnë qytetarët se vettingu, përpara se të vijojë, vettingu në vetvete ka marrë shumë kohë, ka gjyqtarësh dhe prokurorësh